tjetër argument i mirë do të thoja që ne duhet i lexojmë gjërat që shkruajmë, që firmosim. Për shembull, kur shkojmë pra dëshirojmë të marrim një shtëpi të re të bukur, nxitojmë për të vrapuar për të marrë një kredi, kur vjen puna që ekzekutohet, nuk i lexojmë dokumentat dhe firmosim aty pa lexuar. Ky është një gabim shumë i rëndë sepse ti akoma nuk din dhe tu lindin konfliktet e para të pronës, kur e merr me kredi, ose një tjetër kur shkojmë dhe blejmë një pasuri, nuk i lexojmë ato. Një gabim mund bëhet pa dashje nga noteri që sjell një konflikt të mëvonshëm. Ose nuk kemi atë edukimin ligjor që t'i bëjmë gjërat gjithmonë me dokument, pra edhe nëse blejmë një diçka të re ose japim një, po, duhet gjithçka që të jetë e shkruar. Për shumë kemi pas rastin të një emigranti i cili për shkak se donte të kursente, për shumë 20 euro, 50 euro komisionin financiar, i sjell ato parat kesh, gjë që nuk është as e mirë për të nxjerrë burimin e fitimit të tyre, por ti nuk ke një dokument që këtë lek ja ke dhënë vllajt për të bërë një legalizim. Dhe dhënia e parave kesh, jo vetëm që fshesh shumë gjëra, por nuk ke një dokument që nesër pas nesër, nëse ti i ke lënë prokurën vllajt ton për të bërë një legalizim, ai legalizim del në emër të vllajt sepse ashtu janë procedurë. Pra këtu fillon konflikti. Pra qytetarët duhet të kenë një informacion momentin që blejnë një pronë që e përdorin, apo për shembull një konflikt që ka rrjedhur ditët e sotme është dhënia me qira, sepse përdoruesit e pronave i japin ato me qira. Unë i këshilloj qiradhënësit që mos i japin ato me afate shumë të gjata, ose mos ndrojnë emrin tek libreza ujit ose dritave. Sepse na ka ndodhur në shumë herë, në shumë raste të cilat ne tani kemi në procese, kanë qenë gjykat, kanë ardhur në ndërmjetësim, sepse ndrimi i emrit, nëse jep një banesë me qira për 10 vite, qiramarrësi, nëse paguan dritat dhe qiran me emrin e tij, ndofta e merr dhe pronën në mënyrë të padrejtë, në thojza, nëpërmjet fitimit të parashkruar. Pra duhet të paralajmërojmë dhe qytetarët për këtë rrezik që mund të ndodhi. Pra mos i ndryshoni emrat e librezat e ujit dhe tek dritat. Dhe mos jepni qira për afat gjatë. Me afat gjatë. Duhet gjithmonë 1 vjeçare dhe me afat të rinovueshëm. A ka ndodhur raste konkrete? Mund të më tregoni një rast konkret dhe si e keni zgjidhur ju si ndërmjetëse? Një rast ka ndodhur, jo një, po disa raste ka ndodhur edhe rastet tek qiradhënësit, i cili nuk ka përmbushur kontratën, pra kontratën që kanë bërë midis 2 palëve dhe ka sill momentin që mos dali akoma nga shtëpia që ka marrë me qira. Sepse personat që kanë dhënë ambientet me qira kujtojnë që po të shkojnë në polici, personi del. Nuk del, policia nuk merret me nxjerrjen e personit, sepse ti atë e ke dhënë me dëshirën tënde në fillim fare. Kështu që personat që nuk paguajnë qirat, janë raste që vinë në ndërmjetësim dhe zgjidhen nëpërmjet një ndërmjetësi, sepse gjejmë metodat që ky qiramarrësi të dali duke përdorur disa, jo vetëm komunikime, por edhe ligji i bashkëpronësisë me administratorin ka dhënë rolin e ndërmjetësit për këto raste. Pra jo vetëm në mirëmbajtjen e ambienteve të përbashkëta, që jo pak kemi pas konflikte për komshit, sidomos në rregullimin e ambienteve të përbashkëta të ashensorit, në keq përdorimin, nëse prishet një diçka në ambient të përbashkët, ka sjell jo pak rastet që midis 2-3 komshive ka pasur dhe çrregullim të marrëdhënieve midis tyre.